Në një mod vere të bukur dhe në atmosferë të gëzueshme u festua Dita e Verës në Sarandë, sipas një tradite disa vjeçare. Bashkia e Sarandës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve kanë ofruar një program festimesh me muzikë, me ekspozita pikture, aerobik, klonësh dhe me lojra e surpriza verore, sidomos për moshat fëminore. Ballokumja, ëmbëlsira tipike e kësaj dite me prejardhjen nga Elbasani, i njohur si kryeqyteti shqiptar i Ditës së Verës, gjithashtu nuk mungoi as në Sarandë. Katërmbëdhjetë marsi u përjetua si një ditë popullore feste me shumë variacion, me shëtitje në lungomaren e Sarandës, me kalim orësh të këndshme buz plazheve përgjatë shëtitores, me vizita në Muzeun e Traditës, interesin e fëmijëve dhe prindërve e troqi, sidomos ekspozita me vizatime të fëmijëve, ekspozuar gjithashtu në shëtitore jashtë galerisë Art Saranda.